Pacha me ju o vëllezër dhe motra, sot vazhdoj me pjesën e qortimi i hipokrizisë se farisejve dhe të skribeve. Krishti dje dhe sot na flet për këtë punë. Dhe ta dëgjojmë pjesën e fundit të kapitullit 11. Të mirët ju që u ngritni për mendore profeteve, kurse etërit tuaj i patën vrarë. Kështu dëshmoni se i pëlqeni veprat e etërve tuaj. Ata vranë, dërsa ju ndërtoni për mendore. Këndej edhe dija e hyjt tha, do t'u dërgoj profet e apostuj. Ata do t'i vrasin e do t'i salvojnë disa prej tyre, që prej kësaj breznie të kërkohet llogari për gjakun e derdhur të gjithë profeteve që nga krijimi i botës, prej gjakut të Abelit deri te gjaku i Zakaris, që u vra ndërmjet lterit e shenjtërorës. Po, unë po ju them, do të kërkohet llogari prej kësaj breznie. Vaj për ju, mesues të ligjit, ju e morët qelsin e dijes, vetë nuk hyt, e ata që dëshën të hyjnë, i penguat. Kur Jezusi doli prej andej, skribët e farisejnë filluan ta sulmojnë randë dhe t'i vënë shumë pyetje, duke ngrehur leq për ta zanë pisk në ndonjë fjalë prej gojës së tij. Fjala e Zotit, lavdi ty o Krishti. Mirë vëllezër dhe motra, në këtë pjesë janë sidomos dy qortime që Krishti bën. Qortimi i parë është qortimi i hipokrizisë për faktin që ata janë të thënë duke ndërtuar përmendore për profetet, do me thënë duke zbukuruar varrezat e tyre, janë të thënë ne nuk marrim pjesë në veprën e etërve tanë që kanë vra profetet. Edhe Krishti është të thënë dëgjoni mirë. Unë do t'ju dërgoj, dija e Zotit, hyj ka mendu me ju dërgu profetet e apostujt. Do me thënë të krishterët, që kanë me lajmeru si profetet, kanë me lajmeru fjallën e Zotit. Edhe Krishti vetë është ai që lajmeron, që jep fjallën e Atit e vetë. Edhe ata që janë të mendu me vra Jezusin, do me thënë janë të ba një vepër hipokrizie, sepse kur kanë profetin përballë tyre, nuk e dëgjojnë. Sa herë na ka ndodhur ne ndoshta me gjyku ata që na shpallin ungjillin, ata që ndoshta edhe na korrigjojnë, që të dim qartas, puna e profecisë është puna e korrigjimit edhe ngushëllimit. Kur të korrigjojnë, ti e pranon korrigjimin ose rebelohesh. A të ndodh ndoshta që mbrosh veten tënde, që të vjen inat kundër dikujt që të thotë e vërtetën që ndoshta ke gabuar, sepse nëse të ndodh kjo gjë, edhe nëse më ndodh mua edhe kjo gjë, jena pjesëmarrës e kësaj fatkeqësie, do me thënë me përbuz profetet e Zotit. Që kena me kënë konkret, me kënë vetë bitok, profetet nuk janë vetën ata që janë në shkrimet e shenjta, që Zoti na flet në historinë konkrete, në jetën tonë. Zoti ka një lidhje, ka dëshirë me pas një lidhje reale, eksistenciale me ty dhe me mu. Edhe Zoti përdor njerëzit, ngjarjet për të na folur në jetën tonë, konkrete. Edhe ndoshta edhe mund të jetë që i Zoti të përdor edhe një person që edhe ai vetë ka nevojë për më kthy atjetër. Që bile edhe me një person që as nuk është i krishter për të ndihmuar ty, si Zoti ka ba edhe në Pesillitën e vjetër. A kujtoni Kiri, mbreti i Persis, që Zoti lartëson edhe thotë që është i shukuruari i Zotit, një pagan, për të ndihmuar popullin e vet. Zoti është Zoti i historisë që vepron. A pranojmë ne fjalët e Zotit
në jetën tonë konkrete. Qortimin e dytë. Krishti thot që mësuesit e ligjit morën qelsin e dijes, vetë nuk hynë, e ata që deshen të hynë, i penguan. Të është të thanë Krishti me këtë punë. Dija, njohja e vërtet, mbretëria e qiellit, si thot në një ungjillin sinoptik paralel në këtë ungjill, në ungjillin e Mateut, mbretëria e Zotit, dija, njohuria, në fundit është bashkimi me Zotin. Është jeta reale bashkuar me Zotin. Ata, duke pasur mundësinë mu lidh me Zotin, kanë qëndruar në ligjet, në rregullat, jo në ekzistencën e tyre të bashkuar me dashuri me Zotin. Edhe nëse ti dhe unë vijem në të njëjtën problem, do me thënë, me kënë moralistët, njerëz thjesht të ligjit, si ata, do të braktisin marrëdhënien personale që Zoti ka dëshirë me pas me ne, është marrëdhënie dashurie, marrëdhënie mëshire. Ata vetë nuk kanë pas këtë intimitet me Zotin, e që kanë mësu të tjerëve, që kanë pas ata ligjet, rregullat, jo dashurinë e Zotit, jo mëshirën e tij. Atëherë kur ajo sot që është edhe përkujtimi i Margaritës Maria Alacoque, ajo ka pas legimet e zemrës së Krishtit. Në një kohë kur kisha kishte këtë të ndim, ishin njerëzit që ishin tepër të rrept. Edhe Krishti u shfaq si me të vërtet, ashtu si që është një hy që është plot dashuri, mëshirë ndaj nesh. Leximi i parë na flet për këtë punë. Ne nëse jena justifikuar, nuk është në sajt e veprave tona, nuk është në sajt të fuqishëm, por në sajt e fesë që na shpëton, që është mbështetja reale në dashurinë e Zotit, në flijen që Krishti ka pa për ne. Atëherë kur ajo, vetëm nëse ai na pastron, atëherë po, edhe veprat tona, në të jenë veprat e bukura që Zoti dëshiron, edhe për shërbimin tonë. Që lëvdu Krishti.